Ashtu jemi tërë dhe unë ashtu kam djarë në Kanada. S'ka njeri mos këtë rëpërgjë. Po, ashtu është. I kam djarë në Kanada. Pardio këtë ja 10 ditë ne marrë dhe të gripi. Po gjatë tërë në gjithë botën i kemi. Edhe është një mungesë e madhe. Është një mungesë shpirtërore, është mungesë e gjithanshme. Me telefona i shikoj me bëjmë, po këta ta s'munden nuk flisnin dot në telefon. Unë kisha një pyetje në fakt për ju. Si do të ishte më mirë që secili në vendin e vet të kontribojë në vendin e tyre dhe të rri pranë familjes, apo është gjë pozitive dhe ky fakti pavarësisht se është larg, po të paktën krijon një jetë më të mirë, sado që është larg në një shtet tjetër. Ju si mendoni, a është më mirë në vendin e vet të kontribojë aty ku duhet, po ndoshta duhet marrë parasysh edhe fakti që nuk do krijojë ato të ardhura ose atë ekonomi për të mbajtur familjen. Ekonominë mirë në vendin e vet. Ajo diskutohet sepse secili kërkon që 10 ditë e kot që do vetëm sa i pash dela dha në punën e ikë. As shmallë që. Po çfarë do bësh nënë? Po të në detyroj ekonomia, ata janë edhe mësuar se kalamajti në përboli. Do kam djarë në Kanada, kam vajtur dhe kam mendur të disi i ofenduar ku fuqin klub. Se nuk pos ditë dhe gjonë dhe... Ti ke qenë në Kanada? Kam qenë shumë herë. Edhe kam mendur shumë gjatë. Me Në kuptoj. funi kam mendur një vitë gjysmë. Temperatura minus 24. Po nuk, vendi vetë i ka thënë në ekonomia këto djetë. Po të pakën në vapër unë komunikoj, mbidhemi. Po mua mi keq për të aspekt. Për mekun. Aty është problemi. Mos me folë, mos për me lidhë. Problemi kryesor aty është sepse të paktën ne kemi pasur shumë shqiptarë ku ka pasur fluksi që ikën në Gjermani. Që shumica e shqiptarëve filluan të linin shkollat gjimnazistët, ikën ja futën për Gjermani të gjithë. Por problemi është të paktën ke mundësi për të komunikuar, ke mundësi për ndërsa në Mek nuk ke mundësi që as të flasësh telefon, as të takosh familjen, nuk ke në kushte refugjati. Do ky është dallimi i madh, se ti nëse je kushte refugjati të paktën ty dhe nëse ke një veprimtari të palishme në shtet huaj, ty do dezertoj nga shteti. Ndërsa mujahedinët bëjnë veprimtari të palishme këtu, kanë marrë vetë tokën këtu dhe po rrin këtu, më kupton? Po punojnë, po bëjnë tash këta si ka mundësi shteti si ndihmon ti të lidhen në patën të tjera. Po jo, nuk është faji i shtetit, është faji i dakordsive që është bërë, e kupton? Kanë rënë dakord në këtë lloj forme që ka vënë në film. po. Janë të lidhura me njëra tjetrën, po. Janë lidhura, shteti ka ditë, se po të ishte shteti. Ke lidhje, ke marrëdhënie, ke Prandaj dhe ne her pas here bëjmë darje televizive, organizojmë evente të ndryshme si konferenca, panaire, galeri të ndryshme për të kërkuar edhe më shumë bashkëpunimin e institucioneve shqiptare. Për të ndihmuar këta njerëz në të gjitha aspektet. Në aspektin e lirisë. Që të bashkohen ose i thonë se pakën ke lidhje ata, pastaj të rrinë si duan. Por që kjo gjë arrihet së bashku me ju, sa më shumë njerëz, sa më shumë shoqata, sa më shumë bashkëpunime. Ne do të arrijmë edhe më shumë sukses. Ne jemi edhe gjinë si ata kemi qenë, edhe ne i dimë ato gjëra. Se edhe ne bëmë ka 10 vjet akoma që se ka parë, edhe këtu ne se kush e di ça thonë sa se gjallë. Por ne tash sa vjet kemi qenë. Po më po sistemet politika. Se edhe ne 15 vjet ndajmë pa i parë njerëz me s'vinë njëri. Tash ju hapë ju kanë edhe ndaj ne ja u di mallin aty. Por mua dhe shteti do të jeni. Unë dua të